Është koha e intervistës së ditës. Me mua në studio është Ministri I Ekologjisë Muhamet Hoxha. Zotri Hoxha, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë intervistë të parë tuajën prej se jeni bërë Ministri I Ekologjisë. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën dhe përshëndetje për gjithë shikuesit I televizionit Alsat. Zotri Hoxha, në minutat në vazhdim do të flasim për çështjet ekologjike, ato që I interesojnë më së shumti qytetarëve. Maqedonia është në top listën e vendeve me ajrin më të ndotur. Ju, në momentin që keni ardhur në këtë dikaster, keni paralajmëruar zero tolerancë për ndotësit. Njëjtën gjë kishin bërë edhe shumë paraardhës tuaj në këtë dikaster, duke thënë se nuk do të ketë tolerancë, megjithatë rezultatet nuk ishin në favor të ministrave. Çfarë është ajo që po ndërmerrni si ministri për ajër më të pastër për qytetarët? Po e vërtetë, emërimi im si Ministri I Ambientit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor në fund të muajit dhjetor erdhi me një kohë ku Shkupi dhe gjithë qytetet tona janë të ndojtura nga sezoni dimror apo nga sezoni I ngrohjes, siç I themi në Ministrinë e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor dhe siç njihet, edhe më njëherë pas emërimit të shkëlqen filluam të shqyrtojmë planet të cilat janë ekzistuese dhe që kanë të bëjnë me ndotjen e ajrit, përkatësisht uljen e nivelit të ndotjes së ajrit. Veçmë në qeveri kishte kaluar dhe një plan aksional I cili ishte afat shkurt 6 mujor për sezonin e ngrohjes, I cili parashef masa konkrete me qëllim të uljes së ndotjes, pra të ku janë të angazhuar, të obliguar nga qeveria njësër institucionesh të cilët duhet të ndërmarrin masat, duke filluar këtu nga Ministria e Ambientit Jetësor me institucionet përkatëse të cilët I kemi në ingerenca të ministrisë, para Drejtoria për Mbrojtjen e Ambientit, si dhe Drejtoria e Inspektoratit për Ambient Jetësor, si dhe institucionet të tjera. Gjithashtu nga ajo e cila ne gjetëm në Ministrinë e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor, përkatësisht unë, ishte një plan 6 vjeçar I miratuar nga qeveria në vitin 2024, një plan 6 vjeçar I cili parashet për çdo vit të ndërmerren masa konkrete të cilët do të ndikojnë në uljen e ndotjes së ajrit në Shkup dhe në qytetet tjera të vendit tonë. Menjëherë pas ardhjes në këtë detyrë, realizova dhe takime koordinuese me ekipin tim dhe të institucioneve dhe përkatëse të cilët funksionojnë në kuadër të Ministrisë për Ambient Jetësor dhe Planifikimit hapësinor dhe kërkova që të gjitha të dy planet të cilat janë të miratuar të zbatohen në tërësi dhe të ndërmerren masat konkrete të cilat parashihen nga ne si dhe nga institucionet të tjera të cilat janë të obliguar në seancën e qeverisë kur është miratuar. Ajo si që dhe theksuat, nuk do të ketë tolerancë, pra do të ketë zero tolerancë për të gjithë ndotësit e ajrit, për arsye se ajrin e thithim ne të gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë së Veriut. Zotri Hoxha, duhet t'ju pyes për shkak se në brifingun e fundit me gazetarët keni përmendur edhe ligjin I ri që do të hyjë në fuqi pas 2 vitesh për kontrollin e emetimeve. A do të thotë kjo se edhe 2 vite derisa të hyjë në fuqi ky ligj qytetarët do të thithin ajër të ndotur apo? Shkëlqen, jo. Masat të cilët I përmenda dhe I përmbahen të 2 planet të cilët I theksova në fillim, janë ato të cilët janë ekzistuese dhe zbatohen në bazë të ligjeve tjera të cilët janë ekzistuese. Ligji I ri I cili ka të bëjë me kontrollin e emisioneve të cilët lëshohen në ajër për industritë hyn në fuqi në vitin 2027, ndërsa është miratuar në shtator të vitit 2025 dhe ka 2 vite afat për adaptimin e kushteve. Pra fabrika ti përshtaten kushteve që I kërkon ti përshtaten kushte të cilët I parasheh ligji, pra para dhe pas, ndërsa prej vitit 2027 shtator nuk do të jepen leje me kushte të cilët janë të para me ligjin e vjetër. Me ligjin e ri pra të parashihen kushte rregulla të reja për fabrikat të cilat ndotin ajër. Më pikërisht sidomos edhe para ato industri të cilët janë në pjesën urbane do të jetë niveli më I ulët do të mirret parasysh të emisioneve të cilët I nxjerrin. Aktualisht kush janë ndotësit më të mëdha të ajrit? Janë anvistrit apo fabrikat? Sipas gjitha volumtimeve të cilat janë bërë dhe janë mbështetur nga organizatat ndërkombëtare në 3 vendet e para të cilët janë me ndotjen e ajrit, janë anvistrit në vendin e parë, komunikacioni në vendin e dytë, ndërsa industrit janë në vendin e tretë, ku përqindja realisht është atje afër e ndotjes, por ne
kur them të anvistrit, këtu përfshihen pra ngroja individuale që janë anvistrit dhe institucionet shtetërore, jo vetëm anvistrit, ndërsa në të vendin e dytë është komunikacioni, ndërsa në vendin e tretë janë industritë të cilët e ndotin. Këto janë hulumtime të cilët vitet e tëra pas janë bërë me mbështetje në institucionet ndërkombëtare. Kur jemi këtu përmendet anvistrit dhe institucionet, përpos anvistrive ka shumë institucione që akoma përdorin mazutin si lëndë djegëse. Çfarë keni ndërmarrë? Çfarë do të ndërmerrni që këto institucione mos të ndosin ajrin? Pra, që t'jepet një shembull se institucionet shtetërore nuk do të jenë ndotësit e ajrit në tarme. Mu pikrisht shkëlzen, duhet të shembullit ta nisim prej institucioneve. Pra me planin afatgjatën para par masa konkrete me mbështetje të partnerëve ndërkombëtar për ndrimin e mënyrës së ngrohjes së institucioneve. Në fazën e parë, në fazën e parë të projektit, janë të parapar 70 institucione shtetërore, kryesisht shëndetësore dhe arsimore, të cilët do të ndrohet mënyra e ngrohjes dhe do të kenë ngrohje të cila është më ekologjike. Nga mazut me ngrohje ekologjike. Ekologjike për arsye sepse duhet fillimisht institucionet të fillojmë për institucioneve që të japim shembull se duhet të ndryshojmë mënyrën e ngrohjes me qëllim që të jetë më ekologjike dhe jo ndotëse. Pra flitesht e diku për rreth 600 nëse nuk gabojmë, 600 institucione në nivel shtetëror që përdorin mazut. Po pikrisht. Në cilat institucione, në cilat komuna do të ndërhyni fillimisht? Në fazën e parë të projektit parashifet qyteti i Shkupit, Tetovës, Manastirit edhe e Kërçovës, janë këto 4 qytete ku pritet që të startojmë dhe të realizojmë këtë pjesë të programit, pra të projekteve të cilët të ndryshojnë mënyrën e ngrohjes në disa komuna, veç më janë duke realizuar edhe se së shpejti ne do të dalim edhe në terren që të promovojmë këtë fazën e ndrimit të mënyrës së ngrohjes. Njëkohësisht në realizimin e 2 planeve të cilët i theksova më herët, janë të inkuadruar shumë institucione edhe prej javës së ardhshme do të fillojmë edhe me koordinim më intenziv, për arsye se qëllimi është që të vendojmë një sistem që në kohë do të arrijmë që të ulim nivelin e ndotjes e jo të merremi pastaj me pasojat nga ndotja. Pra të vendojmë bazat preventiv që të mos vjen deri te ndotja, jo që të merremi pastaj me që të mbrohemi nga pasojat të cilat kemi. A janë shituar zotri Hoxha gjoba për këto institucione që deri tani kanë ndotur ajrin? Po flas për institucione shtetërore që kanë përdorur mazut. Kanë kryer kontrolle inspektorët? Mu pikrisht këtu ka të bëjë edhe për industritë të cilët në vazhdimsi, drejtoria e inspektoratit për mjedis jetësor që funksionon në kuadër të Ministrisë së Ambientit, Jetësor dhe Planifikimit hapësinor në vazhdimsi bën mbikëqyrje apo kontroll në për industritë, në për gjithë ato të cilët posjedojnë leje përkatëse për punë. Dëshiroj të theksoj se vetëm gjatë vitit të kaluar, pra janë realizuar diku 1300 kontrolle, për të cilëve 1100 kanë qenë të rregullta, të tjerat kanë qenë të cilët të jashtëzakonshme t'i quajmë me qëllim që të ndërpresim nëse ato industri ato ndoten. Për këtyre janë shqiptuar edhe dënime përkatëse, të cilët parashifen me ligj për kompania apo për industri përkatëse. Një ndër problemet, kur jemi këtu te kontrollet, qoftë rregullta, qoftë të jashtëzakonshme, një ndër problemet është edhe mungesa e inspektorëve. Sipas sistematizimit të ri, duhet të ketë 50 inspektor, ndërsa realisht janë 25 inspektor. Si do të zgjidhni problemin me mungesën e inspektorëve që duhet të dalin në terren? Bëhet fjalë për shkak se në qytetet të mëdha siç janë Kumanova, Manastiri e Prilepi nuk ka asnjë inspektor. Po, kur jemi të ndotja e ajrit edhe të drejtoria i cila inspekton industritë të cilët funksionojnë dhe posjedojnë leje përkatëse për punë, janë të shpërndarë në gjithë territorin e vendit. Është fakt se kemi mungesë të inspektorëve dhe aktualisht janë të angazhuar diku 17 inspektor të sferave të ndryshme, të cilët bëjnë mbikëqyrje, inspektojnë dhe ky numër nuk është i mjaftueshëm. Unë këtë çështje bashkë me drejtoreshën e inspektoratit e kemi ngritur në nivel qeveritar dhe kemi pëlqim që të rrisim numrin e inspektorëve, të punësojmë edhe eventualisht të bëjmë riorganizimin e tyre bashkarisht me komunat.
Kemi marrëveshje politike apo pëlqim politik që të fillimisht të realizojmë një numër të konsideruar deri më 10 inspektor, që të mund të rrisim kapacitetin e inspektorëve në për të gjitha komunat, të shtohen kontrollet për arsye se roli dhe detyrat e inspektoratit janë shumë të mëdha, sepse mbikëqyrja, kontrolla do të parandaloj edhe ndotjen konkrete që ndodh i ajrit. Zotëri Hoxha, një ndër problemet me cilët përballen çdo ditë komunat, themi komunat rurale, janë deponit ilegale, që asesi nuk po mund t'i zgjidhin këto probleme komunat. Gjithmonë gishtin kanë drejtuar kak Ministria e Ekologjisë, gjithmonë kanë kërkuar ndihmë në ekologji. Si do të keni ndonjë plan se si do të zgjidhni këtë problem me deponit ilegale? Në paraqitjen time të parë për opinion theksova se ndotja e ajrit edhe menaxhimi me mbeturinat do të jenë dy nga shumë detyrat që i ka Ministria për Ambient Jetësor dhe obligimet të cilat na presin mua si ministër, ekipin dhe Ministrinë për Ambient Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Edhe në ditët e para të mandatit unë isha më pikërisht në promovim të një projekti që ka të bëjë për ndërtimin e qendrave rajonale për grumbullimin e mbeturinave. Dëshiroj të theksoj se me ndërtimin e qendrave rajonale të mbeturinave do të ulim edhe deponit e egla të cilët janë nëpër komuna, nëpër vendbanime të ndryshme, ku këtu presim bashkëpunim të veçantë edhe me njësitë e vetëqeverisjes lokale. Ishim në promovim të fazës së parë Shkëlzen me 5 janar nëse s'gaboj të ndërtimit të qendrës rajonale për ngumbullimin e mbeturinave në Novaci, në manastir, ndërsa javën e ardhshme nëse s'gaboj do të jemi në Rusino, ku do të promovojmë fazën e parë të ndërtimit të qendrës rajonale për grumbullimin e mbeturinave në rajonin e Pollogut. Kur mund t'jenë gati këto qendra rajonale? Më duket, nëse s'gabojnë, kjo e Novacit është më afër realizimit apo? Jo, është faza e parë e cila parashef dhënien apo donimin e pajisjeve për ndërmarrjet komunale të komunave të cilat gravitojnë në ato dy rajone. Që duhet të dërgojnë deponit aty. Po, janë 18 komuna të cilat ishin paraparë në përqendrën rajonale në Novaci, më fal, edhe tash do ta bëjmë të njëjtën në Rusino për rajonin e Pollogut, në kuadër të projektit të njëjtë, ndërkohë që vazhdon përgatitja e dokumentacionit përkatës të shpalljes së furnizimit publik, i cili do të bëhet edhe zgjedhja e kompanisë i cila do të realizon projektin përkatësisht, do të ndërton qendrat rajonale. Këto dy qendrat rajonale presim që gjatë vitit 2026 të fillojmë me realizim, të fillojmë me ndërtimin e tyre. Të fillojnë punimet në teren. Mjetet janë siguruar nga prej më herët, ka të bëjë me kredi e cila është nga Banka Evropiane për zhvillim dhe renovim, ndërsa pjesë tjera janë grante nga qeveria suedeze, zvicerane dhe nga Bashkimi Evropian. Në tërësi mjetet janë siguruar për këto dy qendra rajonale për ngumbullimin e mbeturinave, edhe qendrës së tretë e cila është në fazën më të hershme të dokumentacionit të realizimit të fazës së parë. Ndërsa qendra me ndërtimin e këtyre 3 qendrave rajonale, e katërta furnizimi është i hapur për realizimin, ndërsa ajo e pestë e cila do të jetë është e qytetit të rajonit të qytetit të Shkupit, që do të jetë në Drislla, atje jemi më larg. Kur jemi tek Drislla fare në fund, do e pyes, a mendoni se duhet mbetet Drislla në menaxhim të qytetit të Shkupit apo e njëjta duhet i kaloj ekologjisë për një menaxhim më të mirë? Tash për tash Drislla është në menaxhim të qytetit të Shkupit. Pak më herët thash se në Drislla aktualisht jemi në përgatitje të fillimit të realizimit të projektit në bashkëpunim me qytetin e Shkupit dhe partnerët tanë ndërkombëtar për përgatitjen e dokumentacionit përkatës të nevojshëm për ndërtimin e qendrës rajonale Drislla, e cila është në kuadër të qytetit të Shkupit dhe është në ingerencat të qytetit të Shkupit. Ajo që dëshiroj të theksoj është se Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor më pikërisht në Drislla ka realizuar projekt të suksesshëm në kohën ku me ministrinë drejtonte zoti Mexhiti për ndërtimin e rrethojës
rreth Dristës, që është projekti i Ministrisë Ambientit, Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, dhe diku ajo para disa jave, apo mos them para fundvitit, është kompletuar, është dorëzuar, për arsye se të mbrojë banorët, përkatësisht vendbanimet të cilët janë përreth kësaj qendre rajonale. Zotëri Hoxha, kaq kishim kohë për këtë intervistë, ju falenderoj shumë për të gjitha këto informacione që shpërndat për qytetarët. Faleminderit shumë për ftesën.